Përshëndetje miq, Perëndia me ju. Sot do të flas për predikuesin I cili nuk hesht kurrë. 24 orë çdo ditë, në 7 ditë të javës, çdo ditë të vitit, çdo moment. Psalmi 19 vargu I parë thotë se si qiejt tregojnë lavdinë e Zotit dhe kupa qellore shpall veprën e duarve të Tij. Jetojmë në epokën më të zhurmshme që ka ekzistuar ndonjëherë. Telefonat, televizorët, rrjetet sociale dhe lajmet prodhojnë miliona fjalë çdo ditë. Megjithatë, sa më shumë fjalë dëgjojmë, aq më pak duket se dëgjojmë të vërtetën. Apo s'është kështu? Por ekziston një predikues I cili nuk ka pushuar kurrë së foluri. Ai nuk ka mikrofon, nuk ka as podium, as kish dhe nuk ka nevojë për përkthyes. Predikimi I tij dëgjohet nga çdo njeri, çdo gjuhë, çdo kontinent dhe në çdo brez. Ky predikues është krijimi madhështor I Zotit. Astronomi I madh gjerman Johannes Kepler, pasi kaloi vite duke studiuar lëvizjen e planeteve, shkroi një lutje të paharrueshme e cila vjon kështu: O Perëndi, unë po mendoj mendimet e tua pas teje. Tani për Keplerin, astronomia nuk ishte vetëm shkencë, ishte adhurim. Sa më shumë zbulonte rendin matematikor të universit, aq më shumë ky shkencëtar përulej përpara krijuesit. Ai nuk shikonte vetëm yje, ai shitej gjurmët e dorës së Zotit. Davidi tek Psalmi 19 kishte ardhur tek I njëjti përfundim, disa mijëra vite më parë. Ai ngre syt drejt qiellit dhe shikon një predikim të heshtur që vazhdon të na flas të gjithëve edhe në ditët tona. Davidi nuk thot se qiejt janë Perëndia, po ai po na thot se qiejt tregojnë, janë I tregues I lavdisë së Zotit. Ky është dallimi thelbësor. Krijimi nuk është objekti I adhurimit, por është dëshmitari që na drejton drejt krijuesit. Fjala tregojnë në gjuhën origjinale të Biblës, pra në aramaisht, ka kuptimin e shpalljes së vazhdueshme. Qiejt nuk japin një dëshmi të rastësishme, as të përkohshme. Çdo lindje e diellit, çdo galaktik, çdo orbit planetare, çdo yll është një deklaratë publike. Ekziston një krijues I urtë, I fuqishëm dhe I lavdishëm. Davidi vjon më tej dhe thot: një ditë I flet ditës tjetër dhe një natë ja tregon tjetrës. Çfarë? Arkitektin e saj, bërësin e vet. Universi miq nuk pushon kurrë së predikuari. Kur ne flem, yjet vijojnë të dëshmojnë. Kur ne zgjohemi, dielli vazhdon të shpall besnikërinë e Zotit. Predikimi I krijimit nuk njeh pushim. Pastaj vjen një paradoks magnitës. Davidi vjon, nuk kanë as gojë, as fjalë, por zëri I tyre nuk dëgjohet. Ata nuk flasin me tinguj, por flasin me rendin e tyre. Nuk predikojnë me fjali, por me ligjet fizike. Nuk përdorin argumente filozofik për bukurinë, harmoninë dhe kompleksitetin e universit. Heshtja e tyre është më bindëse se shumë fjalime njerëzore. Në fund Davidi shkruan: mesazhi I tyre arrin deri në skajin e botës. Askush pra nuk mund të thotë se nuk ka marrë kurrë një dëshmi për Zotin. Edhe aty ku nuk ka një Bibël, ku nuk ka kish, ku nuk ka predikues, ekziston predikimi I krijimit. Vetë krijesa dëshmon. Krijimi nuk mjafton për të zbuluar planin e shpëtimit në Krishtin, por mjafton për të dëshmuar se pas universit qëndron një krijues I lavdishëm. Një lloj si pas asaj tabloje që kemi varur në mur, apo pas kësaj ore dore qëndron një bërës, një arkitekt apo një piktor. Për këtë arsye apostulli Paul e zhvillon këtë ide tek letra e Romakëve kapitulli 1, duke thënë se cilësitë e padukshme të Perëndisë shihen qartë nëpërmjet veprave të Tij. Miq, ky tekst na sfidon të ngrëmë disa pyetje. Së pari, a e shohim ende dorën e Zotit në krijim apo jemi bërë aq të zënë me punë sa nuk ngrem më sy drejt qiellit? Së dyti, a na çon bukuria e krijimit drejt adhurimit apo vetëm drejt kuriozitetit? Shkenca është një dhuratë e mrekullueshme, por kur shkëputet nga krijuesi, ajo përshkruan mekanizmin dhe humbet kuptimin. Së treti, nëse qiejt predikojnë pa fjalë, çfarë predikon jeta jonë? Davidi thotë se qiejt shpallin lavdinë e Perëndisë. Jezusi thotë se edhe ne jemi drita e botës, prandaj çdo besimtar është thirrur të bëhet një psalm I gjallë, një letër e shkruar, një dëshmi publike që njerëzit mund ta lexojnë përpara se ta arrin të lexojnë Biblën. Jeta jonë do të ketë të njëjtin harmoni që Davidi sheh në qiell.
Një jetë që nuk flet vetëm me buzë, por me karakter, me besnikëri, me dëshmi, me drejtësi dhe me dashuri për Zotin dhe për botën. Ndaj miq të dashur, me këto të vërteta, dëshiroj t'ju ftoj Zotit, t'ju ftoj juve sot që t'i lutemi Zotit së bashku, le të lutemi. Atë qellor, të falenderojmë që nuk ke rreshtur kurrë së foluri asnjëherë përmes veprës duarve tua, na jep sy që të shikojmë madhështinë tënde nëpërmjet krijimit, qiellit, maleve, natyrës njerëzit. Bëj që dhe jeta jonë të shpall lavdinë tënde një lloj siç e shpallin qiejt, krijimi yt. Le të jetë karakteri ynë një dëshmi e gjallë e hirit të Krishtit që bota të mos shoh vetëm jetën tonë tek ne, por të shikojë që ti je Zoti i universit që na ke shpëtuar. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin sot, frymëzoj dhe inkurajoj të ecin në shtegun e ngushtë të besimit me integritet dhe me dashuri për emrin tënd. Sot o Zot, pas që kanë dëgjuar këtë lajm, këtë fjalë, këtë mesazh inkurajues nga Psalmi 19, ndërsa shikojmë qiejt edhe tokën, le të t'japim ty së bashku lavdin, ndërsa kujtojmë dashurinë tënde të madhe në veprim, në kryqin e Golgotës, kur ti merr mi trupin tënd, mëkatet, sëmundjet dhe vdekjen tonë. O Zot, ndihmona që të vijojmë dhe të jemi mirënjohës dhe të falenderojmë ty që ti vdiqe për mëkatet tona, për të na shpëtuar me një shpëtim të përjetshëm. Ti vdiqe, u varrose, por ditën e tretë u ngjalle nga të vdekurit. Jezus, eja te çdo zemër që po më dëgjon sot dhe beko çdo familje dhe çdo jetë. Në emrin tënd unë lutem. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi, dita e parë e javës. Lutem që të jetë bekim për ju dhe familjet tuaja. Ndajeni këtë mesazh me miq në rrjetet sociale, e unë pres t'ju takoj sërish nesër në mëngjes në të njëjtën orë si sot për të vijuar meditimin e radhës e për ta mbyllur meditimin me lutjen për ju dhe familjet tuaja. Zoti ju bekoft pafund. Takohemi nesër.